Mario Mita ka qenë përsëri protagonist me fanellën e Al Ittihadit në futbollin saudit dhe jo vetëm me lojën në mbrojtje dhe në radhët e ekipit të tij. Në ndeshjen e Kupës së Mbretit ndaj Al Shabab, Mita i nisi ndeshjen nga stoli për t'u aktivizuar nga trajneri Sergio Conceição vetëm në minutën e 65 të sfidës. Në minutën e 87, ai la gjurmën e tij në këtë takim me një dalje përpara në sulm duke dhuruar një asist. Mbrojtësi i majt i kombëtares shqiptare harkoi në mënyrë perfekte për Benzema në qendër, ndërsa francezi ndaloi topin dhe e çoi qetë në rrjet për të vullosur 3 golçin personal dhe suksesin 4-1 të ekipit që kaloi kësaj mes 8 skuadrave më të mira të turneut.